Zoran Zaev dhe Nikola Gruevski kanë nisur një betejë online duke drejtuar akuza për qeverisjen e tyre. Ata kanë përmendur pronat e dyshimta në Dubai, lidhjet me Rusinë dhe aferat nga koha e krizës së Covidit. Gruevski, i cili ka qenë në Arati për vite me radhë dhe ka azil në Hungari, sulmoi Zaevin dhe ish-ministrin e shëndetësisë, kreun aktual të Lidhjes Social-Demokrate Venko Filipçe në një postim të gjatë në Facebook. Sipas tij, të dy thonë një gjë në shtëpi, bëjnë diçka tjetër jashtë vendit. Ai kërkoi Filipçes të tregonte dokumente që vërtetojnë se ai e mori vizën e ardhur në Dubai si mjek dhe jo si partner në kompani të lidhura me Zaevin. Gruevski pretendon se marrja e një vize të tillë kërkon një investim prej të paktën $550,000, një shumë që sipas tij Filipçe nuk mund ta kishte fituar vetëm nga paga e një mjeku. Gruevski sulmoi gjithashtu Zaevin për lidhje të dyshimta biznesi me kompani ruse dhe pse ai publikisht mbështet sanksionet perëndimore kundër Rusisë, ndërkohë Zoran Zaev nuk mbeti i sjellshëm. Në postimin e tij në Facebook, ai i tha Gruevskit: "Nikola, je shumë i mërzitur apo jo? Mund ta kishe vuajtur dënimin dhe të tregoje dinjitet në vend që të shkruash epope Aratisjeje."